një nga protestuesët, problemi duket se një mirë, thoshte ashtu që më morën dhe më rrahën aty, më kapën dhe më rrahën, në kohë që kisha dalur për të ndihmuar të policët, nga element që më kërkonin fërkim, provokim policin, unë i mbrojë policët dhe më morën dhe më rrahën. Po këtë nuk është dhunë. Që një herë, është dhunë jo proporcionale, sepse mënyra se si janë shoqëruar sot protestuesit është e vërtet që në më shumë se sa një rast, si kurse është dukur edhe në kamera, situata ka qenë jashtë kontrollit, po e quaj. Po të na duhet 5 minuta bashkë me kolegët të bashkë polemik për të arritur këtë rezultat. Por edhe një, të jemi shumë kujdesshëm. Tani vim kanë analizë shumë e përgjithshme, është normale. Është e pritshme. Janë 32 ditë, 30 ditë është normale. Është normale. Por edhe një herë mos harrojmë kryesorën, që sot jemi në një luftë transhesh psikologjike. Asnjë nga dy palët, as transheja e protestës dhe as transheja e Ramës nuk kërkon të lëshojë pe. Ky është një fakt, është një ndeshje futbolli, ku njëra skuadër ka të bëjë gol, tjetra mbrohet dhe do shkojë gjatë loja, mund të shkojë me zgjatje, mund të shkojë me penallti, mund të shkojë me. Por në këtë kohë zgjatje, i humburi faktori kohë punon për protestën. Pse? Sepse në një moment, dhe ka filluar tani artikulli i shtypit, që fillim fare në Evropë, ishin artikull shtypi me tendencë flamingosh, ambienti, familja Trump e tjera. Tani po shohim që janë dhe artikujt në kombëtar, ka dalur në Belgjikë të javë, artikuj për shembull, është vendi që nuk ka Belgjika, është vend domethënë që substancë ose Gjermania që mundohen të rrugë të pak shumë ekuilibrat me Ramën. Që tani që këtë protest tani po fillon dhe po lëkund themelet e pushtetit të Edi Ramës. Pra po kalon një stad tjetër